Apo të dikuj tjetri? Po, besoj ajo është më eminente, ajo është shkaku pse raporti u shty dhe besoj këtu tashmë pajtohemi të gjithë për këtë gjë. Parlamenti do duhet pajtohet BE-ja. Vetëm ti pajtohesh. Me ti dhe BE-ja tek e fundit. Ajo BE-ja jote, se BE-ja ime jo. Jo. Një BE ka. Një BE. Jo, i kemi të ndarë. E kupton, ka se bëjnë ndryshe po thojnë të debati. Kështu që mendoj që Pra ti thua parlamenti do detyrohet pra është një paragraf. Jo parlamenti është fjalë e madhe, mazhoranca. Parlamenti nuk është i gjithë. Mazhoranca, po. Mazhoranca do detyrohet sipas këtij raporti, sepse ky raport është bërë edhe për shkak të një rezolute konsensuale që është miratuar, që praktikisht rezoluta që diskutuam një javë më parë, është e përfshirë dhe është e përshtatur e gjithë në këtë raportin e sotëm. Pra edhe çështja e ballukut, edhe çështja e korrupsionit, edhe lufta, edhe betejë për zgjedhje të barabarta. A mund ta bëj pyetje? Kanë kënaqur i bie dhe opozitën duke futur edhe. Jo, nuk kanë kënaqur opozitën, kanë kënaqur nevojën që ka vendi për të luftuar korrupsionin një dhe për të pasur zgjedhje të lira dhe të ndershme dy. Sepse ajo që thotë raporti OSBE-u diri që Shqipëria, partia dhe shteti u bën një, është shqetësim kryesor dhe që duhet adresohet jo më lart se në zgjedhjet e 2027-s. Dhe unë mendoj që ky raport, gjëja e rëndësishme e këtij raporti, ndryshe nga ai që ishte i shkurtit se pata mundsinë edhe ta çekoje, ta kontrolloje dhe ta vjen balans. Ky është një raport që vendos kushte, vendos afate, pra afate të prekshme që duhet të jenë për shembull brenda këtij 3 mujori, ose në rast më të keq në zgjedhjet e ardhshme, sepse për herë të parë njihet modeli i patronazhimit që sigurisht nuk e përdor Partia Demokratike, por përdor mazhoranca aktuale për herë të parë, përfshihet në raport dhe thotë që kjo gjë e megjithatë duhet të reduktohet. Ajo që thot Manjani, pavarësisht gjithë këtyre kritikave apo konstatimeve, i Bari prap kaloi. Pra nuk na ngelën klasë. Ky është lajm i mirë sepse i ndryshe nga zoti Rama, që vendosi që i Barin ta sakrifikojë për Belinda Ballukun, Bashkimi Evropian vendosi që Shqipërinë dhe integrimin e saj mos ta sakrifikojë për Belinda Ballukun, por ta sakrifikojë Belinda Ballukun mbas një asaj javë kur ti vi kërkesa e pyetja që kisha unë për kjo është pak logjike. Pyetja se duhet shkojë te Evangeli. Pra nëse ne jemi të shqetësuar që BE nuk është aq e papërgjegjshme sa Edi Rama, po, BE është në akuzë për këtë. Sot me këtë raport. Jo, pyetja ime është kjo, ta zëm se Edi Rama vendos mos i bëj ato që thotë ti. Unë mendoj që këtu Mi çfarë mendon më burr, unë po them, po ta zëm, vendosim se ne jemi në situatë hipotetike. Po jemi ke rasti Ballukut. Ti thu që do vi Balluku, unë them jo, po çon si ka, kjo është hipotezë. Mendoj që është Balluk. E vazhdojmë hipotezën. Çon një kërkesë tjetër dhe parlamenti ja refuzon prapë imunitetin. Çfarë ndodh? Atëherë do dalim prap, shisha ndodh, do dalim prap vendet anëtare, do thonë që kjo që sapo bëri është kalimi i vijës kuqe. Ylli Manjani do dalit thotë që kush i pyet vendet e BE-s se ne ata do pyesin si luftën korrupsionin. Ata do shtyjnë prap procesin e integrimit, dhe ne do bëjmë edhe 50 emisione të tjera për të thënë që kjo thuash që i Bari është shumë e rëndësishme. Kjo do ndodhi. Ky ishte momenti politik. Kjo do ta ndodhi prap. Sepse kjo gjë ndodhi në mars, e bëm të debatin në mars, dhe ja ku jemi sot duke diskutuar prapë për këtë gjë. Unë mars thashë Balluku e shtyu integrimin dhe i Barit, ti the jo. Sot jemi prapë duke thënë që i Bari e konfirmon vetë në raport që ky ishte një nga shkaqet kryesore, sepse raporti i shkurtit nuk e kishte. Ky raport e ka këtë gjë që vetëm me emër nuk e ka, por praktikisht kuptohet. Se ka me emër shnet, tash në mënyrë vazhdojnë. Mirë, tani un po prapë instrumenti politik, jo më nuk lexoj raportin. Se ti mund mos flasësh, ti mund flasësh për çfarë duash. Unë po flas për atë që ngaftu zonja Mënjilli. Zonja Mënjilli ishte ngaftuar për raportin e i Barit. Nuk e lexoj, refuzoj ta lexoj sepse dhe mendoj që logjikën e ka më të fortë se ti. Që pas ke lexuar edhe atë kopjen tjetër. Tani çështja është këtu, po përpiqem të bëj një logjik politike më burr. Jo logjik burokratike. Unë logjikën politike e bazoj në dokument, se ne po diskutojmë një dokument. Në procesin e antarësimit, instrumenti i vetëm politik që ka ndikim politik, vendet anëtare të Bashkimit Evropian ishte ky i Bari. Të tjerat janë negociata teknike. Negociata teknike nuk ndalen se ku diun do Gjermania. Do vazhdojë negociata. U miratua i Bari. Kur të vi Bari i dytë, që do vi nuk e dim se kur vjen. Aty mund të ketë prapë një debat politik. Pikërisht pra. Do bëjmë një lobim dhe shtym se kështu zgjidhë i Bari. Kaq po të them. Kjo nuk është instrument detyrues. Detyrues është negociata sipas kapitujve. Kapituj 30 sa. Aty fillojnë detyrimet për Shqipërinë. Po pse nëse ti sa po thënë që nga lobuar kjo, për çfarë lobuan këtë gjë këta? Se që nga e rëndësishme. Nuk e di unë ka lobuar, po besoj se ti the do ta loboj prapë, apo jo? Po pak të mos funksionon, sa po the? Ti the do kur të viri Bari tjetër do loboj prapë kjo që ta shty. Po për çfarë lobon? Që ta kanë ta marrë, okay. Që e rëndësishme pra.
që do të thotë që ky ka dorë edhe ta vonojnë dhe edhe ta përshpejtojnë. Ne këtë po diskutojmë. Ky kryeministri që kemi sot pushtet, çfarë vullneti ka? Ta vonojë apo ta përshpejtojë procesin e integrimit? Unë mendoj që ka qëllim ta bllokojë. Ti thua jo, po ta diskutojmë këtë gjë. Unë them, jam poaq kritik, sa ty ndoshta edhe më kritik me qeverinë dhe me Ramën. Po të ndajmë kritikën që kemi ne ndaj qeverisë nga procesi. Procesi janë dy gjëra të ndryshme. Këtë po përpiqem të them. Që ti dëgjoj gjithë se kam shumë pyetje. Që ta vën Rama i tregoi vullnetin e vet, që ju kërkua mos e bllokimi i imunitetit të Ballukut dhe ai e bllokoi. Vaj sporti e boni. E bllokoi edhe ditë mirë çfarë? Dakor. Ai bëri sporti. Tash çfarë them? Ju lutem tani, nuk ka nevojë për përsëritje fjalësh. E kupton, nëse kjo është merite e Tiranës, bravo qoftë, i lut bytha me qenë. Kur je me Manjanin përballë, i vështrosh edhe ti duke. Sepse Manjani mundohet të shkojë ke qytetarët, po shkoj dhe unë ke qytetarët me të njëjtat burime. A kjo është mënyra? Jo, unë shkoj te qytetarët. Ai ul edhe ja, ju aprishja, s'ka marrë për vota. Po kjo është pra. Kupton, s'kam interes, çfarë do të s'ka interes? S'ka marrë për vota. Nuk kemi s'ka marrë për vota, më mendimin tim. Për mendimin jeni, s'ka palë politike sot. Në bazë të asaj që intereson qytetarëve, nëse ti ka për veten tatë, dakor, më rregull. Patjetër që për veten time. Nenci, një sekond, ta dëgjoj zotin Vangjeli, edhe Arionin se pranoj dot. Se kam pyetje tjera. Se pranoj, s'ka sens. Kjo e sotmi është e njëjta lugë me dy bishta. Lugë me dy bishta. Ku varet cila dorë e kap. Bishti i qeverisë është e kaluam i barin, përkundër të gjithë skeptikëve, përkundër të gjithë dyshuesve, Shqipëria e kaloi